Me kënaqësi të madhe njoftojmë se Flying Tiger Copenhagen, brendi i njohur danez për produkte kreative, shumë ngjyrshe dhe të përballueshme për shtëpi, zyrë dhe jetën e përditshme, e hapi dyqanin e tij të ri në Palma Mall në Tetov. Ky është dyqani i treti i brendit në Maqedoninë e Veriut dhe i teti në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Flying Tiger është themeluar në vitin 1995 dhe sot njihet për produktet origjinale, argëtuese dhe funksionale, nga dekorimet dhe mjetet e kuzhinës deri te materialet zyrtare, lodrat dhe dhuratat sezonale. Hapja e mëparshme në Eastgate Mall në Shkup shënoi paraqitjen e parë të brendit në Maqedoninë e Veriut. Në bashkëpunim me partnerin rajonal Balfin Group, Flying Tiger po zbaton një plan për zgjerim të konsiderueshëm në Ballkanin Perëndimor me një sër lokacionesh të reja që tashmë janë hapur në vende si Shqipëria dhe Kosova, pjesë e strategjisë për t'i sjellë më afër konsumatorëve lokal mbi 1000 produkte unike dhe të përballueshme. Ju ftojmë të na vizitoni në Palma Mall dhe të zbuloni gëzimet e vogla që i ofron Flying Tiger, ide frymëzuese për dhurata, aksesor praktik për shtëpi dhe surpriza sezonale.